Valvitja solemne e flamurit shtetëror në Prishtinë hapi manifestimi zyrtar të 17 shkurtit, ditës që shënon shpalljen e shtetësisë së Kosovës pas një historie të gjatë përpjekjesh dhe sakrificash. Në mesazhin e drejtuar qytetarëve, presidenti Vjosa Osmani theksoi rëndësinë e unitetit dhe reflektimin në këtë përvojë simbolike, duke kujtuar brezat që kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Ai u shpreh se kjo është një ditë kur qytetarët bëhen bashkë, jo vetëm për të festuar shtetin e ri që po hyn në moshën e pjekurisë, por edhe për të nderuar të gjithë ata që sakrifikuan jetën që Kosova sot të gëzojë lirinë. Sipas saj, rruga drejt shtetit ka qenë shekullore dhe përtej dekadave të fundit janë breza të tërë që kanë dhënë gjithçka për këtë ditë. Në mbledhjen solemne të qeverisë, kryeministri Albin Kurti theksoi se 18 vjetori është një moment feste, por edhe reflektimi për rrugtimin historik të popullit shqiptar në Kosovë. Ai nderoi rezistencën ndër vite, nga lëvizjet paqësore deri te luftat e ushtrisë shërbimitare të Kosovës, duke theksuar se pavarësia ishte rezultat i një sakrifice kolektive. Kurti kujtoi gjithashtu ish-krerët e UÇK-s që po përballen me procesin gjyqësor jashtë vendit, duke i cilësuar si pjesë të rëndësishme të historisë së çlirimit. Ai shtoi se pavarësisht se shteti është i ri, identiteti, gjuha dhe kultura e popullit janë të lashta dhe se çdo qytetar, pa dallim etnie apo feje, është i barabartë para ligjit. Në kuadër të ceremonive, krerët institucional bën homazhe në disa prej pikave më simbolike të kryeqytetit, përfshirë monumentin e të pagjeturve në Sheshin Ibrahim Rugova, si dhe të pllakave përkujtimore të fëmijëve të vrarë në oborrin e kuvendit. Nderime u kryen edhe te varri i veprimtarit Adem Demaçi, ndërsa homazhet përfunduan në kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz, ku përkujtua sakrifica e familjes Adem Jashari, simbol i rezistencës dhe luftës për liri. Në këtë përvjetor, mesazhi kryesor i institucioneve ishte i qartë: ruajtja e unitetit, forcimi i shtetit ligjor dhe vazhdimi i rrugës drejt integrimeve euroatlantike mbeten prioritet kryesor për të ardhmen e Kosovës.